Përshëndetje, unë jam Arjeta, ose ndryshe siç më thonë gocat e klinikës, Arje. Duke qenë se unë punoj këtu në NT Day Hospital, kam parë shumë rezultate të bukura dhe kam menduar pse mos ta bëj dhe unë. Doktori, vizitat mbaruan, por kemi dhe një konsult të fundit. Kush është kjo e fundit? Unë jam doktori. Që ka Arjeta. Arjeta, hajde. Po si më do ta bësh ti hundën? Po me gjithë këto rezultate që përshikoj ditë për ditë, doktori, dhe mua mos ma bësh, si mendon? Jo, unë se kam problem për ta bërë hundën ty, po thjesht më vjen kënaqësi kur shoh që gjithë personeli këtu në klinikë, një pjesë e madhe e tyre, kanë bërë hundët, kanë bërë veshët dhe i kanë rezultate shumë të bukura. Se dhe mua më shkon që gjithë njerëzit që vinë t'ju shohin dhe ju sa të bukura jeni, sidomos ti je pjesa që ri në recepcion dhe për mua duaj që ti jesh më të bukur. Doktori, unë kam edhe një kuriozitet, sepse e di që nga ana funksionale dhe çdo gjë, unë kam besimin tënd. Por duaj që të di se si mund të ndale. Patjetër, neve bëjmë një projekt, ti e ke parë që bëjmë atë projektin që e printojmë, e marrim në sallë dhe pastaj u tregojmë njerëzve si ishte para, si u bë pas. Patjetër që do ta bëjmë vetë këtë projekt. Tani do të çosh 2 sekonda, do të bëj një foto. Tani doktori do të bëj një foto në profil që ti të shohësh rezultatin, si do dalë hunda. Arita, unë mendoj që ky është profili që shkon. Ua, doktori, vërtet? Po vërtet. Atëherë nuk dua që të pres më. Hajde urgjent se nuk po duroj dot më. Nuk po duroj më me këtë hund. Analiza, nuk e di ke bërë analizat e tij. I kemi bërë, doktori, një ditë më përpara. Ti keni përgatitur dhe unë sot e Po. Nuk duam kundërshtime. Sot kemi një paciente që është e veçantë faktikisht, është informacioni jon që është recepcionistja që jep gjithë informacionin mbi hundën, e cila duke parë rezultatet e shumë pacientëve tanë, vendosi dhe kjo sot të bëj hundën. Kjo quhet Arjeta dhe sa herë që ju të vini në të klinikë do prezantoheni me këtë gocë, sepse është gocë shumë e sjellshme, shumë e mirë. Por në këtë moment ne e kemi marrë në sallë sepse duke parë rezultatet shumë të bukura, vendosi dhe ajo të bëj hundën. Arjeta nuk është se ka një hund shumë të madhe, thjesht ka një hund që ka një kuriz, ka një shtremërim të lehtë nga ana djathtë, ka dhe këtë pjesën poshtë që gjithë njerëzit kërkojnë ma ngres sa më lart, ma fut sa më brenda. Kështu që do mundohemi sot që dhe Arjetës i bëjmë një hund të bukur, që siç u jep informacion njerëzve, thu japi dhe pamjen se si bëhet puna në NT klinikë. Sa po kemi mbaruar Arjetën, recepcionistën tonë që thamë përpara, mendojmë që puna na shkoi shumë mirë, sa dhe rinoplastikën e Arjetës, pra rimodelimin e hundës, e bëm pa tampona. Kjo është një nga metodat më të kushtueshme që kemi në klinikë, bëhet për njerëzit që kanë fobira të mëdha nga tamponat. Dhe po të vish ti të shohësh nga afër, Arjeta sa po ka mbaruar interventin dhe brenda nuk ka tampona, nuk ka asnjë gjë, ka hundën e saj. Sot jemi 2 muaj pas rinoplastikës. Siç e shikoni, rezultati flet vetë. Unë nuk kam pasur asnjë problematike me pjesën e frymarrjes, me pjesën e nxirjeve, entjeve apo diçka tjetër. Që në ditën e 7 unë kam qenë në top form. Për ju të gjithë që keni frikë apo nuk e keni ndarë mendje se ku do shkoni, ju sugjeroj që të zgjidhni NT me doktor Julian Dervishaj.